Sot shkolla e mesme teknike në Gostivar hapi dyert për semi-maturantët me qëllim që t'u prezantojnë atyre drejtimet dhe profilet arsimore, por dhe kushtet dhe infrastrukturën shkollore që ofron kjo vatër e dijes. Nxënësit të shoqëruar nga mësimdhënësit përmes tendave të veçanta të ngritura për secilin drejtim brenda hapësirave të shkollës dhe në kabinetet përkatëse, prezantonin njohuritë dhe shkaktësitë që kanë fituar ndër vite. Në këtë mënyrë, ata u dhanë semi-maturantëve edhe një arsye më shumë sepse shkollimin e mesëm duhet ta vazhdojnë pikërisht në shkollën e mesme teknike. Atëherë, unë jam kryetari Unionit të nxënësve të shkollës së mesme teknike Gostivar. Një nga pikat kryesore që e kam zgjedhur shkollën është se i ofron të gjitha, do me thonë potenciali i nxënësve vlerësohet këto. Unë kam marrë pjesë në garat e masumit, gara dhe projekte profesionale, si dhe në Erasmus+, ku kam pasur eksperiencë profesionale si dhe sociale. Shkolla gjithashtu posedon edhe konviktet, të cilat kanë kushte të mira për fjetje, ushqim, si dhe kanë mbështetje nga pedagogët. Unë jam nxënëse e drejtimit të dizajnit grafik dhe sot kemi kënaqësinë që të prezantojmë projektet dhe aktivitetet të cilat realizohen në shkollën tonë. Në drejtimin e dizajnit grafik punojmë shumë projekte kreative si dizajni i posterave, ambalazhe dhe logo të ndryshme. Do të kisha thënë që është një zgjedhje shumë e bukur, nëse vërtet duan që të arrijnë diku në jetë, nëse me të vërtet duan që të kenë punë në çdo aspekt, vërtet është një zgjidhje e durë sepse ju përgatit në çdo mënyrë, nuk ju përgatit vetëm në teori që të themi dini të flisni, do të dini në praktikë çdo gjë që mund të bëni, veçanërisht në drejtimin tonë, ne kemi mësuar që kur të sosim shkollën e mesme ne vërtet mund të punojmë si arkitekt tani. Jemi të përgatitur në çdo aspekt. E teksa kalunim nga një hapësirë në tjetrën, vëmendjen e tërhiqte një tavolinë e mbushur me medalje dhe mirënjohje të ndryshme që dëshmonin sukseset e nxënësve të kësaj shkolle në gara dhe aktivitete të shumta. Për sukseset krenohen nxënësit, por dhe mësimdhënësit, të cilët kishin një mesazh të qartë për gjeneratat e reja. Drejtori i shkollës Besir Salia i bëri të ditur drejtimet dhe profilet arsimore ku teoria ecën paralelisht me praktikën. Sipas tij, pas përfundimit të shkollimit, nxënësi është i gatshëm të kyçet drejt për drejt në tregun e punës dhe kjo është arsyeja pse semi-maturantët duhet të zgjedhin këtë shkollë. Realisht kemi shumë drejtime dhe profile arsimore, kemi 6 drejtime arsimore, duke filluar prej arkitekturës, informatikës, grafik dizajnit, kozmetikës, drejtimeve dhe profile arsimore të makinerisë, elektroteknikës, energjetikës, drejtimin e vënës paralele të mësimit dual edhe kështu me radhë. Ata aftësohen për jetën e tyre në mënyrë profesionale, normalisht do ta gjejë veten tregun e punës se komuna e Gostivarit ka nevojë për njerëz të mirëfillt, profesionalistë të vërtet dhe normalisht do ta kenë nesër malin që të formojnë edhe kompanitë e veta të biznesit që të ecin parë dhe të pavarësohen. E për të asiguruar shkollën se mbështetje e komunës do t'i ndjek në mënyrë permanente, në ditën e hapur e pranishme ishte edhe udhëheqësja e sektorit të arsimit në komunën e Gostivarit, Blerina Mazllami. I përgëzoj profesorët, drejtorinë, nxënësit për punën dhe për kushtimin e tyre dhe inkurajoj nxënësit e ri dhe të gjithë ata që synojnë të vazhdojnë rrugën e dijes, profesionalizmit, të marrin pjesë, të shohin se ka shumë profile të mira kjo shkollë dhe të profesionalizohen, të profilizohen në rrugë të mira për profesionet e tyre. E për gjeneratën e re që do të regjistrohet në shkollën e mesme teknike, profesori Ekrim Mjeftari paralajmëron. Ne bëjmë digitalizimin e shkollës, që do thotë 12 kabinete do jenë të integruar, të lidhur në serverin kryesor, ku nxënësit më aty do të kenë të gjitha të dhënat dhe pajisjet, veglat, makinat që do të shfrytëzojnë, thash më parë, janë të teknologjisë më bashkëkohore dhe asnjë shkollë në nivel Maqedonisë nuk i ka, ne sot i kemi. Të gjitha drejtimet zhvillohen në hap me kohën dhe në kushte bashkëkohore. Për suksesin e kësaj shkolle dëshmojnë shumë të rinje të reja që mbajnë vulën e arsimimit në këtë institucion që sot udhëheqin bizneset të suksesshme private.